Mirëmbrëma dhe mirësirgjejmë të gjithë ju dëgjues të emisionit Një ditë në jetë. Ja ku jemi edhe sonte së bashku me një temë me shumë rëndësi për çështje shpirtërore. Ne do të flasim sonte për rëndësinë e pendimit dhe mysafiri i radhës është pastor Nazmi Berisha nga Bashkia Alfa dhe Omega në Ferizaj. Pastor Nazmi, mirë se erdhe në emisionin Një ditë në jetë. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është shumë bekim me qenë bashkë me juve, me diskutue, me folë për gjëra të rëndësishme të Perëndisë. Edhe ne jemi të bekuar dhe të nderuar të kemi ty në mesin tonë, ashtu si kushdo i intervistuar në këtë program. Edhe ty do të bëhet pyetja. Si mund ta sjellim këtë realitet pra dëgjuesve tonë, që ne vërtet e kemi një ditë në jetë? Po, në fakt, Zoti na ka dhënë këtë jetë me jetu sa jemi këtu në tokë, në fakt për me lavdru ato, për me I dhënë lavdi atij, për me I dhënë gjitha dhurimin e lavdin vetëm Zotit. Prandaj, secili person duhet me po jetën e vet për këtë qëllim që Zoti e ka kriju, për me I dhënë lavdi edhe me adhurim vetëm Perëndisë. Prandaj, ky është arsyeja pse kemi këtë jetë këtu për qëllimin e madh të adhurimit e të lavdërimit të Perëndisë tonë. Prandaj unë lutem edhe mendoj që është e rëndësishme që secili me pa jetën e vet për këtë qëllim që Zoti e ka kriju. Faleminderit shumë, pastor Nazmi. Jemi bindur që dëgjuesit që janë duke na dëgjuar sot janë të interesuar të dinë. Dhe ti, a mund na tregosh kur e dëgjova për të parë lajmin e mirë për shpëtimin apo ungjillin e shpëtimit? Hera parë kur kam dëgjuar për ungjillin në mënyrë të qartë ka qenë viti 2002, kur unë shkova si student në Prishtinë për me fillu studimet, edhe ishte rastësisht kam qenë fakultet të prit për me fillu ligjëratat edhe vjen një person ullet afër meje, edhe fillon me u prezentu, edhe me më tregu që është I krishter, edhe pastaj kemi lënë një kafe me këtë personin, se unë s'kisha koha ditë me u taku, edhe kemi vazhdu pastaj më tutje, edhe ai më ka prezentu me Biblën, për herë të parë, ka qenë ai vit 2002, kur ne kam pas një Bibël në dorë, edhe kam fillu me lexu vetë historinë e Jezusit, që ka qenë interesant më herët, para se me më prezentu dikush me Biblën, kuptimi jam ka qenë pak si bardhëzi. Kuptimi jam ka qenë, nëse ke lind në një familje muslimane, profeti jyt është Muhameti, edhe mënyra që ti shkon te Zoti është përmes kësaj rruge. Nëse ke lind në një familje të krishterë, profeti jyt është Jezusi, edhe mënyra që ti shkon te Zoti në jetën e përjetshme është përmes këtij profeti. Kur unë fillova me lexu Biblën, pash ishte krejt ndryshe. Në fakt Bibla nuk flet për Jezusin si vetëm një profet. Në fakt shumë më shumë se sa një profet, është vetë Perëndia I mishëruar që ka marrë mishë gjake dhe është bën njeri që ka ardhur për me pagu për si më bo sakrifica për sosën për mëkatet tona. Edhe për mu kjo ishte krejt ndryshe prej asaj që unë kisha mendu më herët. Por kjo ndodhi kur unë fillova me lexu Biblën edhe me pa vetë Jezusin përmes Biblës, qysh Bibla e shpjegon. Ai ka qenë viti 2002 dhe kështu jam prezentu me Jezusin, me Biblën, edhe pastaj Zoti ka vendos besimin në zemrën tem që unë me I besu edhe me ndjek si Zotin e shpëtimtarin e jetës time. Tani, një pyetje që është me shumë rëndësi për ty, pastor. Cilat ishin sfidat e asaj kohe, kur ti u bërë besimtar, kur ti pranove ta ndjekësh Jezusin si shpëtimtarin e jetës tane? Cilat ishin sfidat e asaj kohe? Tani, kur unë mendoj për atë kohë, dy lloj sfida që më vinë mendje me njëherë janë sfidat e brendshme, që unë kisha për me kuptu
këtë realitet të ri përmes Biblës, me kuptu më mirë Jezusin, se si që thash, unë isha rrit me një koncept, një ide krejt ndryshe për Jezusin. Kjo ishte sfida e parë për me kuptu shkrimin, për me lexu ma shumë për me kuptu. Edhe në fakt lavdi Zotit që kam pas njerëz shumë besnik afër që më kanë ndihmu, që ishin besimtarë para meje, që kishin besu Krishtin, me kuptu ma mirë. Kjo ishte ajo sfida e brendshme. Sfida tjetër, sfida jashtme që çdo besimtar në fakt has, në fillim ishte me njerëzit, me shoqnin, me njerëzit për rreth që të shohin pak më ndryshe. Të shohin, fillojnë me të pa disa me përbuzje, disa me një sy jo shumë të mirë, dhe me ku qa ke bote, e ke ndru fejnë, e ke kalu në fej tjetër, besim tjetër, edhe me të pa me një sy pak më ndryshe. Këto ishin sfida që besoj çdo besimtari ka hasë, ndoshta me familjet, me njerëzit e afërt, me shoqnin, edhe unë si besimtar i ri kam hasë këto, adin largimet shoqnis që tash ti je ndryshe, ose edhe familjarët tu fillu me pa mu si, qa ke bot, tash ti je ndryshe, ke me kriju një familje tjetër që disa familjarë kanë besu që ndoshta unë s'kam ju fol mo familjes tem, familjes të gjakut. Edhe në fakt, edhe mu ka dasht me me ju shpjegu qoftë njerëzve të afërt që kam pas shoqnis, që kjo është diçka mas pari është personale, por edhe që është një bekim shumë i veçantë në jetën e një personit, kur e njeh Krishtin, e njeh Zotin, shpëtimtarin, e beson, është një bekim i jashtëzakonshëm, por ka qenë një proces pak i më i gjatë. E kuptoj, jam i bindur, pastor, që edhe nga përvoja juaj, tani që flet, edhe nga përvoja ime, domethënë, u dash ma arë një kohë që ne kena folur njerëzve rreth nesh, se jeta jonë ka ndryshu dhe ka folë më tepër se sa vetëm ato fjalë se çfarë Jezusi ka bërë për ne. Por, unë e kom pas një përvojë ndryshe dhe dua të dëgjoj tani nga ti, sepse kur unë jam bërë besimtar, unë nuk kam pas bashkësi 4 vite gjys. Dhe tani, unë dua ta bëj ty pyetjen, sepse unë e di për vete se çfarë ngazllimi dhe çfarë gëzimi ka qenë kur kom filluar të shkoj për herë të parë në bashkësi. Ty atë kujtohet ai momenti kur ti shkove tani, u bën besimtar dhe shkove për herë të parë në bashkësi. A mund na shpjegosh pakës si ishte përvoja ati momenti, domethënë me ata djemë dhe vajzat tjerë që o takove? Po, në fakt, unë kam pas këtë bekim të veçantë që duke qenë në Prishtinë si student në atë kohë, kam pas bekim për me pas edhe bashkësi ku muj me shku me adhuru Zotin bashkë me vlezër e motra tjerë. Edhe hera parë kur unë kam shku ishte e veçantë për faktin se unë isha mësu për para, ku do që për shembull si student, me shku në ligjërata, me hy, në atë kohë kemi qenë shumë student atë vitit parë, edhe për me hy në një amfiteatër, në një sallë, u dashke mu shty me njëri tjetrin, u shty për me hy me zonë një vend. Edhe isha mësu me këtë koncept, ku do që shkojsh duhet me u shty pak, adin, sidomos kur ka një grumbull njerëzish. Në kish ishte ndryshe. Në kish ishte, në fakt s'kishin nevojë mu shty njerëzit të pritëshin duar hapun, sikur i ke njoft shumë kohë më përpara. Edhe ajo që në atë fillim, në shta ditën e parë, nuk e kam kuptu mirë, por me kohë e kam kuptu që është dashuria e Krishtit te këta njerëz, që i banë për me të pa ndryshe ty. Edhe krejt ishin të mikprit si një person që ti ke qenë pjesë asaj bashkësie ndoshta shumë kohë më përpara. Kjo ishte shumë e veçantë. Edhe shumë bekem, edhe kjo pastaj më ka bën për me vazhduar me shku në atë bashkësi më shumë derisa kemi hyrë më thellë në marrëdhënie me njëri tjetrin, edhe ajo që na ka lidh ka qenë Bibla edhe besimi tek Krishti. Por ishte mikpritja, ishte dashuria, ngrohtësia që ta tregon ndaj me, kishte sa një parë që edhe jam i sigurt edhe kam dëgjuar edhe prej shumë besimtarëve tjerë që kjo ka qenë ndoshta po edhe për mua ishte shumë e veçantë. Shumë faleminderit që ndave këto momente me neve. Por me njëherë lind pyetja mbrapa kësaj. Ti ke shku në bashkësi, fillova të bashkë me ata vëllezër dhe motra tjera të adhurosh Zotin, pastaj të studioni Biblën së bashku, por si edhe thirrja të kalosh
pastaj nga të qenë vetëm një antar i një bashkësie të marrësh një drejtim kishe të jesh një pastor. Po, ky ka qenë një proces i rritjes shpirtërore, duke u rrit më shumë në njohurinë e fjalës së Perëndis, duke u rrit më shumë duke kuptuar rëndësinë e fjalës së Perëndis, duke kuptuar rëndësinë e përhapjes ungjillit, që në fakt si dikush ka ardhur dhe ka ndonë ungjillin me mua, njëjtun duhet me bë me tjerët. Edhe gjatë kësaj kohe fryma e Shenjtë më ka bind përmes shkrimit edhe përmes besimtarëve përreth që unë nuk duhet me qëndru vetëm në një vend që e ka marrë ungjillin për veti edhe tash më mjafton mua. Por në fakt unë duhet me vazhdu edhe me çu ungjillin, me përhap ungjillin tek tjerët. Edhe ky ka qenë një proces që fryma e Shenjtë më ka ndihmu me kuptu më shumë, edhe pastaj kam fillu edhe vetën të e kuptu që do shta Zoti don që ai më përdor mua siç ka përdor njerëzit tjerë në jetën time, më përdor mua për me vazhdue me çu ungjillin edhe tek të tjerët. Kështu që kjo ka qenë një farë procesi kur unë jam bind nga fryma e Shenjtë që unë duhet me marr rol më shumë edhe me vazhdue me prediku ungjillin më shumë e më shumë. Edhe roli i parë që kam marrë ka qenë një shërbes me studentët, që unë jam përfshi sepse në fakt kjo ishte shërbesa që unë u bona besimtar në një farë forme dhe për mua ishte natyrshëm me vazhdu e me prediku ungjillin me studentët. Edhe kështu ka fillu shërbesa jam për me prediku fjalën, me prediku ungjillin. Pastor Nazi, e di që nga njëherë nuk është lehtë të jesh i bindur kur Zoti na thirr. Por ti u bindë Zotit dhe tani kisha juaj, bashkësia juaj, thirret Alfa dhe Omega dhe jeni në Ferizaj. Ka shumë dëgjues që ndoshta nuk e dinë, edhe nga Ferizaj që mund na dëgjojnë sot, po edhe nga Kosova, pse jo të vinë ndonjëherë për vizitë tek ju. A mund na tregoni se kur i keni në aktivitete dhe kur munden njerëzit të vinë t'ju vizitojnë juve atje te kisha juaj? Po, kjo është e vërtet në fakt se edhe kur takona me njerëz në Ferizaj, më pyesin çka bën, çfarë punë bën. Edhe tham punoj me kishën protestante Alfa Omega këtu në Ferizaj, shërbej atje si pastor, si drejtues. Edhe njerëzit pyetja e dytë është menjëherë, a ka kishë protestante në Ferizaj? Ku është kisha protestante? Kjo është pyetja e dytë e zakonshme që njerëzit ma bojnë. Edhe kuptohet, që njerëzit kanë edhe pyetje çka është ti jesh një besimtar i krishterë. Edhe pastaj unë zakonisht ju tregoj që kemi një kishë në kuptimin ku takohemi fizikisht, edhe në Ferizaj ne takohemi zakonisht zona ku e kemi kishën, aty quhet rruga Gjon Sereqi dhe është shkolla e famshme e qytetit që krejt e njohin qytet, shkolla Gjon Sereqi, është shumë afër aty. E kemi kishën ku takohemi, shërbesën adhurimit e kemi çdo të diele për orës 11, si shumë kisha tjera edhe në qytetet ndryshme të Kosovës. Takohemi çdo të diele ku janë 3 elemente kryesore aty që kemi adhurimin, lutjen edhe predikimin e fjalës. Këto janë 3 elementet që kemi kryesore gjatë kësaj shërbesës në të dielën. Pastaj edhe gjatë javës kemi studime të Biblës për gratë që bojnë, kemi takime të rinjve, për momentin nuk kemi të imbajt, por do të fillojmë prej shtatorit takime me të rinjt. Kemi edhe shërbesa në komunitet që bojmë, ndihmojmë her pas here kur kemi një donacion, një mundësi me ndihmu disa organizata që janë përreth aty të kishës që i ndihmojmë me aktivitetet të ndryshme. Kështu që fokusi jonë në Ferizaj kishës është kryesori, është fokusi shpirtëror me prediku fjalën, me prediku ungjillin, por fokusi dytë është edhe puna në komunitet përreth që ndihmojmë me aq sa kemi mundësi, aq sa Zoti na ka dhënë mundësi edhe kapacitet njerëzor, sidomos se kanjëherë problemi më i madh është me pas njerëz përreth për me bë sa më shumë aktivitete. Por çdo kush në Ferizaj mundet me na gjet tek rruga Gjon Sereqi, kemi aty objektin ku takohemi edhe kemi gjitha informacionet edhe për jashtë është një reklam ku
është numri i telefonit, njerëzit mund të thrasin, mund të interesohen, jemi shumë gati, edhe kjo është arsyeja pse jemi aty, për me ju përgjigj njerëzve sidomos në aspektin shpirtëror. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë, Pastor Nazmi, sepse kjo është edhe qëllimi, njëri ndër qëllimet e para, do thotë, këtij emisioni, që ta bëjmë të njohur në çdo qytet të Kosovës, që ku njerëzit mund të shkojnë, na gjejnë neve për të adhuruar Zotin, dhe duam të besojmë që nga kjo intervistë shumë nga burra, gra, plesh të rije, fëmijë atje në Frejzajën rrëthin do të vinë të takojnë juve dhe të gjejnë edhe planin e shpëtimit për jetën e tyre. Po, ne ju falenderojmë shumë për këtë mundësi, sepse është mundësi e veçantë, edhe dera është e hapur, dera kishës është e hapur ton kohën për çdo që ka dëshirë sidomos me ditë, me njoftë më shumë Krishtin, Zotin ton. Shumë faleminderit. Atëherë, Pastor Nazmi, tani ti je duke predikuar Ungjillin dhe me rolin e pastorit. Unë sot të kam ftuar ty që të ndajmë një temë, të flasim një temë, përpos tërë dëshmisë dhe përvojës që ti ke në këto vite. Unë kam cekur se sonte do të flasim në lidhje me pendimin. Rëndësia e pendimit për ju personalisht dhe sipas mësimit biblik. A mund ta shpjegojmë sonte? Tani pendimi zakonisht kuptimi real i pendimit është me kthy komplet rrugën. Nëse je të shku po e marr shembull rrugën jetorët prej Prizrenit në Gjakov, ka veç një rrugë kryesore, pendimi është me u kthy mbrapsht, komplet me u kthy mbrapsht. Ky është kuptimi biblik, që në kupton çdo person është duke ecun në jetën e vet personale sipas Bibla thot sipas endjeve, sipas dëshirave të veta çdo person, po kryesisht mëkatare. Edhe pendimi biblik nuk kupton me u kthy nga dëshirat edhe personale mëkatare njerëzore tek Perëndia, komplet. Ky është kuptimi kryesor biblik edhe i pendimit pak a shumë. Po, atëre, a mund të hapish një dallim, sepse sot është diçka me shumë rëndësi që njerëzit ndoshta janë duke dëgjuar, dallimin mes pendimit dhe rrëfimit. Sepse ne mund të vim një pikë që ndoshta mund na ardh keq për çfarë kemi bë. Por a mund të hapish këtë dallim këtu mes pendimit dhe rrëfimit të një mëkati? Po, tani pendimi është kryesisht, pendimi vjen si ndikimi frymës së shajt. Fryma e shajt është ai që pa i fol fryma e shajt një personit, edhe pa i bind për mëkat, ai person nuk ka më kthy te Zoti. Edhe pendimi është kur, domethënë është ajo ndërhyrja hyjnore nga fryma e shajt në jetën e një personit që e bind për mëkat edhe për drejtësi. Edhe ai person pastaj kthehet tek Zoti. Rrëfimi ose keqardhja është më shumë aspekti njerëzor. Edhe për shembull njerëzit edhe ata që nuk e njohin Krishtin, ata që nuk kanë përjetuar dashurinë e hirin e Krishtit, edhe ata në konceptin e vet pendohen. Por në fakt më shumë është një keqardhje njerëzore që është ai niveli njerëzor që ti kupton që ke bë diçka gabim, edhe ndërgjegje personale të fletë dhe kupton që ke bë gabim edhe ndjen keqardhje edhe provon mos me bë më. Pendimi është shumë më i thellë. Pendimi ka të bëjë me atë ndërhyrjen hyjnore në jetën e një besimtarit, edhe kjo ndodh përmes frymës së shajt tek një besimtar. Edhe nuk është njerëzore, por është hyjnore. Prandaj ky është një dallim mes ndoshta pendimit të vërtet që ti kthehesh tek Zoti përmes ndikimit të frymës së shajt, edhe keqardhja ose rrëfimi kur ti e ndjen vetëm në aspektin njerëzor,
kthehesh edhe pastaj ndoshta e përsërit prapë njëjtin gabim që na ndodh kanjëherë shpesh. Kjo është e bukura. Domethënë shumë faleminderit që e shpjegon në mënyrë shumë të bukur, sepse nëse veç na vjen kemi keqardhë për diçka, ne vazhdojmë ta bëjmë. Por kur pendohem, provojmë t'ia kthejmë shpinën asaj, domethënë të mos e bëj më, domethënë. Por Pastor Nazmi, në studimet e mia që i kam bë, edhe mi bindur që edhe studimet tua që i ke bë. Unë kur kam lexuar Biblën kam pa John Pakzori filloi shërbesën duke bërë thirrje pendohuni. Pastaj më njëherë shohim Jezusin kur filloi shërbimin e vet duke thonë pendohuni. Po ashtu edhe më njëherë pas ngritjes së Jezusit në qiell te veprat e apostujve, ne shohim që edhe dishepujt kisha parë filloi të ftojnë njerëzit në pendim. Si është shini ju sot? Apo predikohet në kish? A është kisha duke predikuar pendimin me një qartësi, me një forcë, ashtu sikur Bibla na flet? Tani është pak, domethënë është shumë e vërtet për Krishti vetë i ka thirrë në pendim, ose siç ju thatë John Pakzori, sepse pendimi është qelësi për një person për me besu pastaj. Domethënë, për këtë arsye është shumë e rëndësishme, siç thash, pendimi është për me u kthy komplet tek Zoti. Pa u pendu, ti nuk mund të kthehesh tek Perëndia. Që me thonë, me lanë rrugën tonë personale, njerëzore, edhe më u kthy te Zoti. Tani, sa po e predikon kisha në Kosovë, nuk më me thonë me bindje të plot, sepse nuk e di saktësisht, por kam një konfidencë që kisha, në fakt nëse janë duke prediku Biblën, në për shërbesat, çdo pastor nëse është të prediku nga Bibla, s'ka çare pa prediku edhe për pendimin. A ka mundësi ose hapësirë për me prediku ma fort, me zjarr, me zemër ma shumë? Besoj që po, sepse kam një konfidencë që kishat e predikojnë, për faktin që predikojnë Biblën, predikojnë edhe pendimin. A duhet me bë ma shumë? Jam i sigurt që ka mundësi me bë ma shumë e ma mirë se cila kish, se cili pastor, se cili shërbëstar i Krishtit në këtë vend, patjetër. Shumë faleminderit, sepse kur e kujtojmë ne, kur flasim për çështjen e pendimit, nganjëherë edhe unë personalisht, ndoshta edhe ju edhe shumë predikues, sikur nganjëherë bëjmë diçka me drojtjes, a mos po lëndojmë, a mos vija lëndojmë emocionet. Por jo, sepse ne duhet të vim të këtë pikë, domethënë sepse ne duhet të kujtojmë që ne duhet të vim të pendohemi. Është shumë rëndësishme domethënë të vim të pendohemi, të kthehemi tek Perëndia. Kjo është sfidë. Jam shumë dakord me ju që kjo është një sfidë që nganjëherë ti kur jetu prediku përpara, edhe mund të kesh njerëz të rinj kish ndoshta që kanë ardhur për herë të parë, edhe jetu të mendu qysh me arrit atë person me ungjillin, edhe mundesh me kamuflu ka pak, por kjo nuk është gjë e mirë, sepse secili person duhet ta dëgjojë të vërtetën. Edhe pendim, thirrja për në pendim është ajo, siç ju e thatë më herët, ajo çfarë John Pakzori ka bëu, Krishti, apostujt, kisha hershme, ajo çfarë duhet të bëjë edhe kisha e sotshme. Amen. Pastor Nazmi, jemi në fund të kësaj interviste, por nuk do të thotë që ka përfunduar. Por nëse në zemrën tonë ka diçka që ende nuk e ke treguar dhe ja është momenti ti inkurajosh dëgjuesit tanë, qoftë mesazhin, qoftë nga jeta jote, qoftë për ato që ta ke në zemër, është momenti që ti na mbyllësh apo të hapësh mesazhin tuaj përfund. Po, faleminderit shumë për mundësinë me bisedu, me nda nga jeta jem, me nda pak edhe për aspektin e pendimit. Është shumë bekim. Për mu është shumë e rëndësishme që fakt secili person është në një rrugtim shpirtëror. Gjithkush është në një rrugtim të tij shpirtëror për me gjetë Zotin. Pavarësisht a pranon ose pranon, secili person jemi në atë rrugtim. Disa prej nesh e kemi gjetë dhe po vazhdojmë me ecë me Krishtin. Unë veç kam dëshirë me ju bë thirrje të gjithë atyne që ende nuk
nuk e kanë gjetë Krishtin, nuk kanë besu të Krishti, që le të kërkojnë për Krishtin, Zotin shpëtimtarin, sepse Biblia thotë është e vetmja rrugë, nuk ka mënyrë tjetër se si njerëzit të shpëtohen. Pavarësisht se njerëzit janë duke kërku shpëtimin me forcat e veta, me veprat mira, me gjëra të ndryshme me i bë vetë, në fakt Biblia thotë nuk ka një mënyrë tjetër se si njerëzit të shpëtohen vetëm nëpërmjet jetës, vdekjes së ringjalljes, sakrificës së çmuar të gjakut të Krishtit. Edhe unë lutem që edhe bë thirrje secilit person që është në kërkim shpirtëror, le të jetë duke kërku Krishtin në jetën e tij, sepse në fakt siç unë kam gjetë, si cili prej nesh që kemi gjetë, edhe ai ti ose ajo mund ta gjesh Krishtin në jetën tonë. Sepse Krishti është ai që shpëton, Krishti është ai që jep jetën e përjetshme, pa të cilën nuk kemi një perspektivë, nuk kemi pastaj as shpresë. Prandaj ju bëj thirrje gjithë njerëzve që të shkojnë tek fjala e Perëndis, tek Bibla, tek Krishti, tek shpëtimtari i gjithë botës. Pastor Nazmi, faleminderit që ishe sonte me ne. Jam i bindur që mesazhi yt dhe dëshmia jote ka inkurajuar jetat e ndryshme përdesa do të na dëgjojnë në të ardhmen. Uroj që Perëndia të bekoj ty dhe punën tonë dhe shërbesën tonë të Kisha Alfa dhe Omega në Ferizaj. Të falenderoj shumë, është kënaqësi, privilegj dhe shumë bekim me qenë bashkë me ju sot. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur dëgjues, po përfundojmë këtu edhe këtë intervistë. Sonte ishit me pastor Nazmi Berishën, pastor të Kisha Alfa dhe Omega në Ferizaj. Dëgjuat nga jeta tij, dëgjuat nga dëshmia tij, dëgjuat se si erdhi tek njohja dhe tek besimi në Jezusin, dëgjuat rëndësinë e pendimit në jetat tona dhe çfarë mbetet tjetër përpos t'ju lëmë një varg. Tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i parë, vargu 12 thotë kështu: por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë e Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Deri në emisionin e ardhshëm, paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me juve. Zoti ju bekoft.